dhe rregullores kuvendit, gjitha institucionet e pavarura, kushtetuese apo të krijuara me ligj, do duhet të raportonin kohë më parë në Kuvendin e Shqipërisë dhe seanca plenare të kishte mundësi që të jepte rekomandimet përkatëse ndaj këtyre institucioneve. Konferenca e kryetarëve dhe seanca plenare miratoi kalendarin e raportimeve të institucioneve kushtetuese dhe të krijuara me ligj, përfshirë institucioneve të drejtësisë në mënyrë të pakonsultuar dhe pa dhënë asnjë shpjegim. Kuvendi dhe të gjitha komisionet kanë anulluar raportimin e institucioneve të pavarura në Kuvendin e Shqipërisë, duke shtyrë këtë në kohë në legislaturën tjetër. Spari po është e vërtet, ne pas datës 8 korrik nuk miratojmë dot ligje, por nuk na ndalon kushtetuta që Kuvendi të vijonte punën për rekomandimet dhe dëgjesat me institucionet e pavarura kushtetuese apo të krijuara me ligj. Prandaj zonja kryetare do duhet vijohet me kalendarin e raportimeve të institucioneve të pavarura, ata do duhet vinë dhe të raportojnë në kuvend dhe kuvendi të ketë mundësinë për të lëshuar rekomandimet për punën e tyre apo për mirësimin e punës së tyre. Nuk ka asnjë arsye që ju të mbyllni kuvendin për llogaridhënien që kanë institucionet e pavarura që do duhet japin në kuvend. Nuk ka asnjë rregull të tillë as në kushtetut, as në rregullore, përkundër, vendimi juaj është shkelje flagrante e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, sepse heq kuvendit një nga funksionet kushtetuese, është në shkelje flagrante të afateve që përcakton rregulloria e kuvendit. Faleminderit.